Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian ka shprehur kundërshtimin e komunitetit Maqedonas të Bashkisë Pustet ndaj vendimit për hapjen e 3 qendrave pritëse për emigrantët në territorin e kësaj bashkie. Ata thonë se vendimi është marrë pas një konsultim publik me banorët. Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian denoncon faktin se ky vendim është marrë pas një konsultim publik me banorët e komunitetit Maqedonas të Bashkisë Pustet, pa përfshirjen e pushtetit vendor dhe pa dialog me aktorët lokal. Hapja e këtyre qendrave sipas tyre rrezikon të përshpejtojë largimin e banorëve nga zona. Hapja e këtyre qendrave e kombinuara me mungesën e plotë të investimeve shtetërore rrezikon të thellojë edhe më tej emigrimin e banorëve të Bashkisë Pustet nga vendlindja e tyre, duke vënë seriozisht në rrezik ekzistencën dhe vazhdimsinë e komunitetit Maqedonas në këtë zonë. Ata kërkojnë heqjen e menjëhershme të Bashkisë Pustet nga harta e parashikuar për ngritjen e qendrave pritëse për emigrantët, ndërsa në përfundim bëjnë të ditur se do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore dhe institucionale. Vendimi buron nga akti normativ i cili parashikon ngritjen e 20 qendrave pritëse për emigrantët në territorin e Shqipërisë gjatë 2 viteve të ardhshme. Këto qendra janë planifikuar për emigrantët nga lindja që përdorin Shqipërinë si vend tranziti drejt Bashkimit Evropian.